Zoti Kapri. Atëherë, Komisioni për Reformën Zgjedhore ka një qëllim të vetëm: të vras partitë e reja, të vras alternativat në këtë vend, të vras demokracinë. Unë nuk e kuptoj, zoti kryetar, se si maggioranca dhe opozita bëhen bashk dhe fshehurazi, ngrën një komision pa përfshirë partitë e reja. Është e qartë, keni vetëm një qëllim, që pasi keni vjedhur së bashku për 35 vjet, të vazhdoni të vjedhni së bashku. Kjo po ndodh dhe këtë do bëni. Dhe ky do jetë rezultati i këtij komisioni të turpshëm. Vazhdoni, vini dakord bashk për të vjedhur bashk. Dhe me këtë komision këtë do bëni. Faleminderit. Atëherë patjetër fjalën do ta marrë edhe zoti Muçi dhe zoti Kapri, por fillimisht dy kryetarët e grupeve kanë kërkuar fjalën, grupeve të maggjorancës dhe grupit më të madh të opozitës, Partisë Demokratike, edhe për të sqaruar procesin, që pastaj mund t'i shërbejë dhe diskutimeve të zotit Kapri dhe zotit Muçi, zoti Muçi dhe zoti Kapri sipas radhës. Zoti Balla. Pari, dua t'i falenderoj dy kolegët nga maggjoranca dhe opozita që kanë bërë të mundur negocimin e këtij teksti përfundimtar të këtij projekt vendimi, i cili u mor, do të vi dhe do të sqaroj edhe ty. Ndoshta nuk e ke lexuar, por je pjesë e këtij komisioni dhe kemi marrë parasysh të gjithë traditën parlamentare shumë vjeçare. Është e pamundur që në një komision të posaçëm të përfshihen të gjitha partitë politike. Në këtë rast, për herë të parë në historinë e komisioneve të posaçme të reformës zgjedhore, janë përfshirë të gjitha partitë. Ata që e kanë parlamentin shkollë nate si puna jote, nuk e kuptojnë këtë që po them unë, se ti nuk dit lexosh. Lexoje. Gënjeve publikun kur the nuk je. Kemi bërë një zgjidhje për të përfshirë edhe ty, duke futur dhe partitë me 2 mandate. Prandaj gënjeve dhe ti që bën interesantin këtu, se ditën takohesh me këta për nxjerr kandidat. Dhe këtu vjen dhe këtu i shan pastaj. Kjo është pjesë e integritetit moral të çdo njeriu që edhe ulet në tavolinë edhe i shan bukën këtyre. Edhe u merr kandidatin, edhe u fut kandidatin këtyre dhe vjen pastaj tua që kanë bashkë me ty. E para, ne nuk bëjmë pazar me askënd. Ajo që ka rëndësi për grupin parlamentar të Partisë Socialiste është që të ngrihet komisioni i posaçëm të reformës zgjedhore, të hedhim hapat që duhet i hedhim menjëherë, duke i thënë sot komisionit posaçëm që brenda 31 dhjetorit duhet kemi gati draftin për ligjin e financimit partive politike. Duhet i japim fund mënyrës se si financohen partitë politike në këtë vend, për të ngritur një standard të ri të transparencës së çdo qindarke që marrin partitë politike, për të dhënë fund historive me miliona dollar që paguhen për lobingje apo histori tilla. Dhe prandaj detyra e parë e këtij komisioni është kjo. E dyta, për ta ditur ti që s'ke për të marrë vesh kurrë nga kjo punë. E rëndësishme është që të shkojmë përpara me depolitizimin e komisioneve të administrimit zgjedhjeve. Zgjedhjet e fundit treguan që partitë politike të paktën nga njëri krah kanë humbur besimin tek numrimi i votave me përfaqësues partive. E prandaj duhet ta domosdoshmërisht dhe ti duhet të jesh i pari që duhet ta mbështesësh këtu depolitizimin e komisionit, sikurse e thot ose bëjë deri. Prandaj sa për kërkesën për të mos ta marrë fjalën të deputetit që me të drejtë ka drejt ankot, jo ky.
Po ky është një populist. Ai djali atje i partisë Lëvizja Bashkë ka një të drejtë, thotë që kam një mandat apo zonja nga Shqipëria bëhet, ka një të drejtë, se nuk është përfshirë, se ky që vërtet është përfshirë, është antar i komisioni, po gënjen, ja ka marrë dorën kësaj pune. Zotri, është e pamundur që të bëhet një komision i posaçëm me të gjitha partitë. Por je i mirëpritur në mbledhjet e komisionit posaçëm të bësh të gjitha dhe ke të gjitha të drejtat sipas asaj që e kanë dhe deputetët e tjerë. Në fundit, kjo është marrëveshja, asnjëherë nuk ka një konsensus 100%. Sot jemi para një situate që kemi konsensus 99%. Pra 99% e kuvendit ka këtë formulë. Kjo është demokracia. Shumicë me 99%, më shumë se kaq nuk arrin dot. Faleminderit, na vaf mbar puna e komisionit. Faleminderit zoti Balla. Zoti Kılliçi ka fjalën. Zoti kryetar, unë do të flas, Mos bërtit. Ja, let marri kohën time, s'ka problem, unë do të flas para rendit ditës, kryetar, për procedurë dhe nuk kam gjë për të shtuar për sa i përket ngritjes komisionit posaçëm për reformën zgjedhore, mjafton lexohet pika 3, është e qartë dhe shqetësimi që u tha pak më parë, por mund t'ja japësh kolegëve fjalën pa problem, partive tjera. Faleminderit. Urdhro zoti Shehaj. Ruani etikën, ju lutem. Atëherë, shiko, Taulant, ti e mësuar duke i bërë shqiptarët për budallënj, kjo s'ka dyshim, por është e qartë se për e keni ngritur të komision. Ky komision ka vetëm një qëllim, si që thash, të zhduki partit e reja. Ky është qëllimi. Dhe këto lojra tuaja që bëjni bashkë, dhe pa përfshirë askënd, na dilni me listën ku fusni edhe ne brenda, nuk na bëjnë pis, Taulant. Nuk na bëjnë pis. Por ajo që çudit në fakt më shumë është si nuk vjen turp, si s'të vjen turp fleti për financimin e partive politike. Si nuk vjen turp flisni ju për financimin e partive politike. Si financoni ju fushatat? Ku i gjeni ju ato miliona euro që financoni fushatat? Ku i gjeni? Taulant, ku i gjen para, Taulant? Taulant, ku i gjen para, Taulant? Miliona euro që harxhoni për media. Doli një lajm para disa ditësh që zvendës kryeministri është hetim për korrupsion. Nuk doli në 90% të mediave, sepse i paguani. Dhe guxoni vini këtu dhe flisni për financimin e partive politike. Tu vitur. Kujdes fjalorin, zoti Shehaj. Zoti Muçi ka fjalën. Atëre, po referojmë fjalës së përfaqësuesit Partisë Socialiste, i cili tha që ngritja e komisionit u bazua në traditën parlamentare. Dua të di se ku është tradita parlamentare për të përjashtuar nga drejta e votës një parti që përfaqësohet në parlament, dhe me drejta i tha që është me një konsensus 99%. Dhe këtu 1% që nuk është pjesa e konsensusit është Lëvizja Bashkë. Tani pyetja ime është drejtuar të dy përfaqësuesve, si të pozitës dhe të opozitës. Ku bazoheni që përjashtoni nga drejta e votimit një parti parlamentare si me qenë një OJF, as si me qenë një institucion që është aty për të dhënë ca propozime apo për të dhënë mend? Sepse që thoni që këtu s'ka vend për gjitha partit, ndërkohë që Partia Socialiste përfaqësohet me 7 antar, atëherë 7 e 7, 14 apo jo.